Koordinimi dhe njohja e atyre që janë gjërat të domosdoshme, prioritete të rëndësishme dhe pastaj duke ju përkushtu të gjitha atyre obligimeve jetësore, duke mos i përzi obligimin me obligim, duke mos i hin hak askujt, kishim me thonë njohja obligimeve ndaj krijuesit, obligimet ndaj familjes, obligimet ndaj punës, obligimet ndaj shoqërisë, dhe nëse ne kishim me pas mundësi me bo një ndarje të këtyre obligimeve, atëherë sigurisht se do të kishim mundësi ta menaxhojmë mënyrën më të artë kohën dhe nuk qëndron edhe ata të cilët janë njerëzit më të angazhuar, nuk qëndron në të vërtetë pretendimi se nuk kam kohë. Njerëzit për egoizmin e tyre, nuk po e them gjithmonë në kuptimin negativ, por ajo është egoizëm. Njerëzit për egoizmin e tyre, përgëzojmë, ka njerëz të cilët kanë prirje 2 apo 3 herë në ditë, e gjejnë orarin domosdoshmë për kafe. Të tjerët për ta pi një cigare, i treti për diçka tjetër, ku ta diunë. Domethënë, ne nëse arrim me menaxhu saktë dhe drejt kohën tonë, atëherë edhe jemi të vetëdijshëm përballë obligimeve, do ta gjejmë vendin edhe kohën e duhur për çdo obligim që kemi në jetën tonë.